kampanje emision të një nga këto investigativet, kishin marrë 5-6 mostra djathi të prodhuara në Shqipëri dhe dinin në rastin më të mirë se shtesë, mund dinin vaj palme, mund dinin diçka tjetër. Kjo është çështje e sigurisë ushqimore me sepse në botë këtë po të them pra, shteti këtu duhet të ishte fokusuar. Pra ne jemi neoliberal në doktrinat ekonomike, shteti duhet të ishte rregullator. Shteti duhet të investuar tek garantimi i kushteve për një konkurrencë të lirë të ndershme. Në sektor të caktuar ku ne nga Maqedonia apo vende rajon kemi konkurrencë pa ndershme, ti kishe subvencionuar përkohësisht, pra thjesht për të ndihmuar që të mbijetonin dhe mos falimentonin përkohësisht, në mënyrë që secili pra. Dhe ç'a ndodh? Ne gjithë ato para që marrim, vim e konsumojmë. Tash ne ç'a bëjmë? Ne bëjmë sponda ato parat, vinë siç vinë, pra vetëm remitanca nga emigrantët tanë. Vinë mbi 1 miliard euro çdo vit. Pa llogarit paran që nuk e kalkulojmë dot që hyn nga kanale të tjera zyrtare, pra konsum ka në Shqipëri. Shto dhe turistët janë shtuar 2-3 vite fund, konsumi është në nivel maksimale, por pyetja ime është sa centezimo ngelin në Shqipëri, ngelin pothuajse as pak. Do të bëj një pyetje që më ka munduar jo vetëm mua, por gjithë ata që vinë të huaj në Shqipëri, të shqiptarë që jetojnë jashtë, habiten me modelin shqiptar. Kemi kaluar Spanjën dhe Kiprin, jemi vendi i parë në botë në numër kafenesh për frymë popullate. Vendi i parë në botë për pika benzinate për frymë popullate. Vendi i parë në botë për restorante për frymë popullate, për parukeri, berberane, fura buke. Domethënë, si ka mundësi në gjithë sektorët e shërbimit, ne jemi vendi i parë, domethënë, për frymë popullate dhe të gjithë duket se ushqehen në një farsoj dhe vinë të huaj të shikojnë barret e kafenet plot në çdo orë ditës. Kjo është pak është shumë vështirë për të s'ka koncept ekonomik sepse më futet shumë ndryshore në ekuacion për të përgjigjur. Për shembull, nëse do selektoja disa biznese ju përmendët të tipit berberhane, lavazhe, shërbime që nuk kanë inventar, një pjesë jo e vogël e tyre përdoren për qëllime të pastrimit parave, futjes në qarkullim të shumë parave me radhë, sepse sot po të kesh inventar është vështirë ta bësh tashmë. Fiskalizimi e ka shtrënguar. Ose ti shet ujë ke labie, ti nuk mund të shesësh 100 litra ujë kur ke futur me fatura vetëm 30. Pra kjo pjesa e inventarit ta vështirëson këtë proces. Por se sa makina janë larg lavazh nuk e kontrollon dot kush. Se sa kafe janë pirë në lokal nuk e kontrollon dot kush. Se sa veta janë qetë në berberhane nuk e kontrollon kush. Kështu që këto lloj bizneset e shërbime që nuk kanë një kuantifikim, pra një të inventarit, janë, si më thon, bizneset e preferuara të grupeve të caktuara që i përdorim për të rritur në mënyrë fiktive të ardhurat. Po konkurrencën e ndershme. Absolutisht. Që nuk është biznes ai. Janë jemi të njëjtë shqiptar madje jemi paksuar. Nëse kemi qenë 3 milion para 10 viteve, sot mbas statistika zyrtare u mendoj që më pak, mbas statistika 2.4. 9.4. Absolutisht. Dhe më fal, ndërkohë që ne jam pespishuar berberhanet. Pyetja është, a janë tjetër shqiptarë? Ne nuk është se jemi në moshën e majmunit dhe një pyetje tjetër. Kështu që pra ka fenomene nga më ndryshmet. Ajo që më vjen keq, dhe unë këtu nuk e nxis në fakt si formë, më vjen keq që ajo para të paktën të ishte kanalizuar për të bërë këto investime, se edhe të shkosh tek industria lehtë, tu ta nisësh me një punishte. Pra sigur këto parat ishin kanalizuar në drejtim caktuar që linin vlerë të shtuar. Unë kam mëgul sa ka një ekonomi apo agjendet ekonomik të një sektori të caktuar nuk lën vlerë të shtuar këtu, pra që të ngelet kapitali, të vi. Është si puna e dhjamit të kapitalit, duhet të shtresëzohet, të mlidhet, nuk që duhet i fuqishëm. Sa kohë nuk lëm vlerë të shtuar, nuk mund të kemi kapital për të zgjeruar, për të diversifikuar, për të shtuar vende pune me radhë dhe kthehemi ekonomisë spontanesh. Para siç vinë, konsumojnë domaten greke, ne ç'a bëjmë? Fuqizojmë biznesin grek. Blejnë mollën maqedoneze, fuqizojmë në Shqipëri. 30% të importeve të perimeve vinin nga Gjermania. Nuk vjen as në një vend stetar. Absolutisht. Dhe janë më shtrenjtë këtu. Kjo është për ta keq. Besoj gjithë kemi bredhur në rajon. Unë para disa vitesh ishim në afër në Greqi, Korfuz, dhe me bashkëshorten hynim në markete, ajo merret me shpenzime ditore dhe thoshte është tmeshme, e njëjta kafe, mos them markën, ato kafe që konsumon në shtëpi, e njëjta kafe, ishte të paktën 3-4 euro më lirë në Greqi, që është vendi i Bashkimit Evropian. Kemi 108% në raport me Bashkimin Evropian, çmimet e ushqimeve dhe argjentin 60%. Produktet e sportit dhe përqindja që secili buxhet familjar harxhon për sportin, shumë më madhe se Bashkimi Evropian. Kjo vështirëson, kjo e bën të varg në kohën e varfër. Dhe për këtë krizë aktuale, dhe kjo është policia në raport fëmijës para ca ditësh, absolutisht drastike. Çfarë do ndodhi? Pra gjithë ky debat, gjithë këtë përplasje titanësh dua ta quajmë, për shkak të poleve gjeopolitike që po krijohen të reja që po krijohen, kemi një shkëputje të Amerikës për herë të parë nga Bashkimi Evropian, pra një farë mosmarrëveshje. Kemi Rusinë atje që bën alianca fshehura me
me Kinën, po në anën tjetër po përfiton shumë nga kriza. Kemi Indinë që s'di nga atë maj nga kapitali tregtar që po ikën nga Kina deri në Indisë, apo përfitoi si broker mes Rusisë dhe Perëndimit. Pra, gjitha këto çfarë do ndodhin, çfarë do bëjnë? Do bëjnë që të kemi një ndarje akoma më shumë, një polarizim akoma më shumë të kapitalit që qarkullon për botë. Për shembull, kriza e burimeve energjetike, pra ajo ngushtimi që ndodh në ngushticën e Hormuzit, do kostojë jashtëmase shumë në vende varfra. Sepse i pasuri edhe duke u rritur edhe po shkoj çmimi i naftës te zero, do ta reduktoj konsumin, por gjithsesi e ka luksin ta blej. Ndërkohë një vend afrikan nuk e blen dot. Thjesht do ngelet pa. Po ndoshta në Shqipëri se njerëzit do të shit çmimi i domates. Po themi Nuk e kuptojnë që vjen nuk e kuptojnë që vjen nga importi, pjesa më e madhe. Apo plastika që vjen në produktin e naftës. Apo fertilizer, këta plerat kimike që vinë në pjesën më të madhe nga zona e Gjirit Persik, sepse aty është petrokimia, që nuk jam kimist, po bazën kryesore kanë gazin edhe. Kështu që të gjithë këto komponentë çfarë po bëjnë, po e përkeqëson akoma. E filluam me Covidin, jo se s'ka pasa, do të kuptojmë që po shohim historinë e zhvillimit ekonomik botror, ka cikle ekonomike, në çdo 20 vjet ka cikle, ka kriza, pra dhe ekonomia ripërsërit vetveten, rigjen vetveten, rilind vetveten, por le të shpresojmë që diplomacia do gjejë rrugët e duhura që ta amortizojë sa më shpejt këtë goditje që i dha sistemi sigur, sistem ndërkombëtar. Nuk është se është një luftë mes Pakistanit dhe Afganistanit, dhe prek vetëm dy popullatat e këtyre vendeve. Është një luftë që prek lëndët e para kryesore dhe pastaj kalon deri tek individi.